Pastaj për e rasteve që lejohet dhe të fundit për ta, çka lejohet mu përgoju personi, nuk është haram e ndaluar, kur ti nuk e thu me njetin përfyrje. Është një njeri në fshatin tënd, në qytetin tënd, që ai nifet është i verbër, edhe nifet i verbri. Po na nuk i thujna kështu i verbri, po qurri. Ama nëse nuk i thu ti qurri për nënçmim, por nifet me qatë emër. Ti mi tha e ka emnin kështu me qatë emën, po nuk janë disa emën në atë qytet, po me qurri nifet veç një. Ky i thujnë lakab. E që kjo nëse përmenet jo për qëllim fyrje, por veç për të sqaru dhe e ka lakab këto, nuk është përgojim. Ose njoni është tullac, njoni është tullac, edhe nifet në fshat komplet që ai tullaci, jo për fyrje, atëherë lejohet më thonë kjo. Ose njoni është kurtaviq, nuk e thu për fyrje, por vërehet se ai, kur ti thush, ai shkurtaviqi, me thonë për fyrje është më kati madh. Shka thonë, pejgamberi që ka thonë Ajshës, e ke thonë një fjallë që detit, mjaqit e trazën detit, ndërsa nëse e thuti që e veç lakab e ka, nuk e ki për fyrje, lejohet një gjallë tillë. Ose njoni e ka lebrozën edhe i thu që a i filoni për abedin, po qasi emra, o mu kem pështirë se shumë emra po mi përmen, o po ti përmeni po ape një aj ma ekstra që është me lebroz. Ja përmen për shkak lakabit të ti, jo për shkak të që me fy ata. Këto ishin qka deshta me i kompletu sot për rastin e përgojimit. Lusmi Allahun Azza wa Jall që prej përgojimit të narun. Lusmi Allahun Azza wa Jall që nëse kemi rshit në kemi përgoju, Allahu të na falë. Lusmi Allahun Azza wa Jall që ata që kemi përgoju në herë, halal neve të na bojnë. Lusmi Allahun Azza wa Jall që me ata që na herë kena përgoju, kur dolmi para Allahut, të mos kusuritmi me na marë të mirat tona, e as me ja dhonë na të mirat e me ja marë pasaj të këshijat e ti. Lusmi Allahun Azza wa Jall në gjenetat jetanve të na bashkan me pejgamber të Zotit. Lusmi Allahun Azza wa Jall që muslimanëve Allah të ndihman kudo në botë që janë, e në veçati aty në Gaza Allah të ndihman, e ndaj armeqëve të tyre Allah belat të shan, walhamdulillahi rabbil alamin.